Vetëm pak orë pas mbylljes së qendrave të votimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet preliminare. Zgjedhjet e parakohshme nuk ndryshuan renditjen e partive politike, megjithatë ndryshuan fuqinë e tyre. Partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 42.92% të votave, pa llogaritur votat e diasporës. E dyta është renditur Partia Demokratike e Kosovës me 21.06%. Rritjen më të madhe në përqindje të partive opozitare e pati Lidhja Demokratike e Kosovës, që fitoi 17.61% të votave, rreth 4% më shumë se në zgjedhjet e kaluara. Rezultat të mirë mori edhe Aleanca, që sipas rezultateve preliminare ka marrë 7.18%. Ndërkas një rezultat shkënjyes e mori Partia Socialdemokrate, e cila përveç që nuk kaloi pragun, mori vetëm 0.27% apo 1.880 vota. Pas shpalljes së rezultateve preliminare, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përgatitur se sot do të nisë numrimi votave në qendrat komunale të numrimit. Në disa komuna, numrimi do të fillojë në ora 16, kurse në disa komuna më të vogla në ora 9 të mëngjesit. Kandidati për kryeministër i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti e ka shpallur fitore në zgjedhjet e 7 qershorit, duke u shprehur i gatshëm për bashkëpunim me partitë e tjera që deri tani ishin në opozit. Ai para simpatizantëve në sheshin Skënderbeu tha se do të angazhohen për të zgjidhur çështjen e presidentit. Në fjalimin e tij, Kurti tha se Kosovës i mungon funksionalizimi i kuvendit, duke kritikuar partitë opozitare për bllokim të procesit. Ai u shpreh optimist se legjislatura 11 do të konstituohet pas certifikimit të rezultateve zgjedhore, ndërsa paralajmëroi komunikim dhe bashkëpunim me të gjitha subjektet politike në javët e ardhshme. Në konferencën për media pas publikimit të rezultateve preliminare, kandidati për kryeministër nga LDK-ja Lumir Abdigjiku bëri të ditur se partia e tij nuk do të heqë dorë nga kandidatura e Vjosa Osmanit për presidente në kuadër të diskutimeve për formimin e institucioneve të reja. Ai tha se qytetarët e Kosovës folën qartë përmes votës së tyre në një proces që sipas tij ishte i lirë, i qetë dhe demokratik. Ndërkaq kandidatja e LDK-s për presidente, Vjosa Osmani, tha se LDK-ja arriti bazën elektorale, siguroi 20 mandate dhe shënoi rritje prej 5 pikësh përqindje krahasuar me zgjedhjet e kaluara. Ajo shtoi se partia pret rezultate edhe më të mira pas numërimit të votave të mëkatës. Osmani tha se rritja e LDK-s është arritur pavarësisht kohës të shkurtër në dispozicion për zhvillimin e fushatës zgjedhore. Partia Demokratike e Kosovës ka kritikuar Lëvizjen Vetëvendosje për zhvillimin e një gare të pabarabartë zgjedhore, duke pretenduar se janë keq përdorur resurset shtetërore dhe janë bërë premtime të shumta për punonjësit publik dhe diasporën. Këtë qendrim të PDK-s e tha në një konferencë për media pas publikimit të rezultateve preliminare sekretarja e partisë Vlora Qitaku. Ajo deklaroi se qeverisja e kryeministrit Albin Kurti ka prodhuar zhgënjim të madh të qytetarëve dhe ka shkaktuar kriza të vazhdueshme. Sipas Qitakut, pavarësisht këtyre rrethonave, PDK-ja ka arritur ta ruajë dhe të forcojë përfaqësimin e saj politik. Kandidati për kryeministër i Aleancës, Ardian Gjini, ka deklaruar se besimi dhe ndaj partisë që ai drejton do të respektohet maksimalisht. Gjini në një konferencë për media pak orë pas përfundimit të procesit zgjedhor u shpreh i lumtur me rezultatin e arritur. Ai deklaroi se votuesit e Aleancës nuk do të pendohen për besimin e dhënë dhe se partia do të respektojë maksimalisht çdo vot. Ndërkaq i kënaqur me rezultatin u shpreh edhe kryetari i nderit i Aleancës Ramush Haradinaj. Përmes një mesazhi publik, Haradinaj tha se është mirënjohës për çdo angazhim dhe përkrahje të votuesve që sipas tij i besuan vizionit të Aleancës për siguri, zhvillim dhe një drejtim të ri politik. Poshtnia 7 muajshe humbi jetën të premten në mbrëmje në zonën Tel Rumeida në jug të qytetit të Hebronit. Sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa, poshtnia u godit në fytyrë nga njëjta breshëri plumbash që plagosi edhe prindërit e poshtnjës. Babai i poshtnjës deklaroi se plumbi deportoi fillimisht në xhamin e përparm të veturës, më pas në dorën e tij dhe vazhdoi drejt pjesës së pasme ku ndodheshin bashkëshortja dhe djali i tyre. Gjendja e nënës së poshtnjës mbetet kritike pasi fragmente përredhe ndodhen pranë zemrës së saj. Familjarët thanë se asaj ende nuk i është bërë e ditur vdekja e djalit.
Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, më shumë se 1000 palestinez, përfshirë të paktën 240 fëmijë, janë vrarë në bregun perëndimor dhe Jeruzalemi lindor, që nga fillimi i luftës në Gaza në tetor të vitit 2023. Parimi i foshnjës u mbajt të shtunën në Hebron, ku 10 persona morën pjesë në ceremoninë mortore.